kur nuk të ecë fare nga çdo aspekt, çfarë të bëjmë? Falu namaz, fal namaz, fal namaz. Fal namaz, lutu Allahut, fal namaz natë. 5 vakte diskutohet. Po ço fal namaz natë. Pasha Allahun, pasha Allahun, pasha Allahun. Po të falsh namaz natë 1 orë, 2 orë. A ke hall se ti ke siklet shumë të madh. Thot në çdo aspekt nuk të ecë fare, fal namaz. Ty s'tes, rrit pak të pa gjumë të fal namaz. Ti thunë, nuk me thot në asë një aspekt. Atëherë, përderisa ty nuk tes në asë një aspekt paktën, fal namaz. Namaz natë. Minimalja 1 orë, maksimalja 2 orë, natë për natë, namaz natë. 5 vakte zbot fjalë në xhami. Kur'an, dua, ushqeu me halal, mos fut haramin në shtëpi. Largoje moralitetit, nëse të ka sprovu Zoti me moralitet. Largoje bigjozit nëse ka sprovu Zoti me bigjoz. Largoje përgojimit nëse të ka sprovu Zoti të morë gjysmën e miletit në përgoj. Shif çfarë probleme shke vëlla. Bë check-up, si shkova unë bona në Turqi check-up. Bëj check-up vetes tate, pse s'mec. Shifje ku e ke problem, mund ta kesh problemin ke farzi. Mund ta kesh problemin ke haramin, mund ta kesh problemin ke ndaj mallkim. Që të ka bo dikush, ka thonë, mos bëf shajër, sa ti është gjallë për këtë padrejtësi që mbone. Kështu që shive vëlla, bë check-up. Falas. Po të bësh check-up vetes, po të shkosh në Turqi, ta rregullojnë ato që jepin.